Po, kjo është një mbarë shumë e madhe për Kosovën, sidomos është mbarë jashtëzakonisht e madhe. Shka i ka bo Vjosa Osmani? Kjo është e pakuptueshme më së pari, për njerëzimin është e pakuptueshme. Unë nuk e di si njerëz mundën me kërcënu dikendin pa pas as edhe një arsye. Ose janë ata të smur, ose janë të pagum, ose nuk janë dashamirët e Kosovës. Ata këto gjëra mundën me i bo. Se qytetarët e Republikës Kosovës nuk e besoj, ama nuk e besoj, kurse si se mundën diçka kësisoj me u shpreh. Këto janë shumë tulta, ama për stepërmi tulta, as Zoti nuk thot se duhet me ndodhë kësi sende. Sa ndikon për Kosovën kur kërcënohet ku të marrë parasysh presidentja e vendit? Po si nuk ndikon, ju lutem, na jemi në shtet shumë i vogël, një shtet prej 1.500.000, nuk jemi ma të mlaj. Ndikon edhe në gjendjen këtu vetë në Kosovë ndikon. Lemo për jashta atër thonë, çka janë ka bojnë këta njerëz? A janë ka din me kriju shtet, a nuk janë ka din me kriju shtet? Apo sulmohen ndërmjet veti, e kryjnë detyrën e tjetër kujt? Ne kemi probleme shumë të mëdha tash në këtë huzurin toksor. Ato probleme janë aq të mëdha, sa që Kosova këto gjëra duhet këtë milion onash edhe me fillu punën me hes përpara. Se në Kosovë s'prodhohet kurrë, asnjë send nuk prodhohet. As edhe buka besoj se e tëra nuk prodhohet këtu. Po e tërë blehet për jashta. Domethënë e blejmë edhe në këtë situatë shumë të vështirë, e cila po ndodh domethënë në rrusin toksor, ku të gjitha shtetet janë në nivelin më të lartë. Na jemi këtu, hala mendojmë a me zgjedh kryetarin, a mos me zgjedh kryetarin, a është kushtetuese, a nuk është kushtetuese. Po, kjo është një mbarë shumë e madhe për Kosovën, sidomos është mbarë jashtëzakonisht e madhe. Shka i ka bo Vjosa Osmani? Shka i ka bo? Kuna i ka bo keq? Le dale dikuj që i ka bo dikuj keq. Le dale dikuj që ju ka kërcënu ose e ka burgos ose le dale. Atëhere do të thot ndoshta ai pas ka pas drejt mu ju Akmar. Po Akmarja është sendi më i ulët në mendjen e njeriut. Nuk ka send më të ulët se Akmarja. Duhet zgjidhje me pas, duhet dashuni më ndërmjet vete njerëz me paranis. Uroj të gjithë të kenë maturi edhe të kenë respekt për njëri tjetrin, të kenë harmoni ndërmjet veti, të ecim përpara, të ecim me botën, jo me mbet në shekullin e 16.